rregulloni djalit. I qetë për çunin. Çfarë smundje ka djali? Autizëm. Kushtet tu janë shumë të vështira me Shumë, shumë. Paktet sa tin drita, uj, baja. Dos. Nuk i keni këtu. Nuk i kom këta. Si shkruj ve. Për të ngrënë, çfarë hani? Oj, kiske s'ka kujë si ka tu. Vetëm shpitu. Dikush të ndihmoj për ta rregulluar banesën. Pa. Dhe kërkon gjithashtu për djalin? Po për djalit. I qetë për çunin. Me zonjën File? Pa. Si jeni mirë? Mje. Duam të shikojmë pak ku jetoni. Pa. Na kanë thënë që keni edhe një djalë të smur apo jo? Pa. Haj. Ndodhemi në lagjen Alidemi në Tiranë. Jemi në banesën e zonjës File Bulku, është zonja që unë kam në krah, e cila jeton në kushte jashtëzakonisht shumë të vështira. Krahas kësaj, zonja ka edhe një fëmijë, i cili vuan nga sindroma e autizmit, në moshën 19 vjeçare. Ju jetoni këtu prej sa vitesh, zonjë? O kom 2007. Që nga 2007. Po. Tani kushtet tu janë shumë të vështira me sa shoh. Shumë. Si jetoni ju këtu brenda në këto kushte? Ku të shkoj? Sa lek merrni nga shteti? 280. Vetëm kem pensionit. Po çfarë i shpenzon kryesisht ato lek? Im për dritë, për ujë. Po djali merr ilaçe? Me. Çfarë smundje ka djali? Autizëm. Si e ka emrin djali? Endi, po ne bëjmë Andi. Endi e ka emrin. Po. A flet ai? Ja. Vetëm daja. Gjeni keve. Nga jeni ju zë me origjinë? Unë nga Petrela. Po bashkëshorti juaj, nuk jeton? Ja ka vdek. Po djalin e çon në një qendër? Ja. Te kom pik do për çunit. Çfarë ndihmë kërkon për djalin? Të çojnë të binë qendër të ta më sjellën, me lonat ja jeni nuk rri pa mu. Do vetëm që gjatë ditës ai të kaloj një kohë atje, disa orë. Po. Djali ri gjithkohës vetëm në shtëpi? Gjithkohës. Po ai a mund të shkojë në një qendër? Është i aftë që të shkojë atje? Po mësoti, ka qenë qendër kjo lojt gërëkuqe, atje mushe mosën e marroj shkollën e në kanë në Pra, shtëpi. djali ka frekuentuar shkollën Luiq Gurakuqi. Po. Për shumë vite, deri 18 vjeç. Po. Shkonte, qëndronte. Po. Tani ka një vit që është shkëputur, sa kohë ka? Ka 2-3 vjet po? 3 vjet që është shkëputur. Po.
Andi, çfarë do na tregosh? Si do tregosh ti? Shife do në guzinë. Hajde na I trego. A jetot këtu? Shife. Shkum të të rikë këtu, shife. Shife. S'keni dritë? Nuk ka pra një. Karba s'kjekin he shife. Këtu çfarë bie jashtë, bie brenda besoj. Po, një pra shife. Sa vite keni që jetoni në këto kushte? Dërku ka ratër meti. Dhe ju keni ngelur në këto kushte? Po, shife shkruj. Kem shpi u shife. Se maj, po, a marrë kështë shpija? Unë nuk du, sa të ka disë, sa të jetoj me qunin. Doni një dhomë të rregulluar? Vetëm shpin pak në catin, drita, uj, bajo, dush. Nuk I keni këto. Nuk I kom këta. Po jo si laheni, ku e ngroni ujë të lani? Shkoj ke motë, jo ke vlaj. Shkoni laheni tek njerëzit tuaj. Po, ke motë më shumë. Çfarë hani? Ka he më binë motër, ka he shkoj marrë ke shkolla kuqe. O kish ke shkolla kuqe që ka tunë. Nga banesa e zonjës File Bulku, e cila ka nevojë për ndihmën tonë dhe tuajën, vjen ky apel për ndihmë. Shpi qunen. Vetëm shpi du. Dikush të ndihmoj për ta rregulluar banesën. Po. Dhe kërkon gjithashtu për djalit? Po për djalit. Çfarë ndihmë? Më rregulloni djalit. Të shkojnë në një qendër. Po. Ju ku flini? Këtu? Një më qunë, një. Te ka I krevati aty. Po. Ju lutem një qendër për qunë. Ata se kanë mundësi. Pra t'ju ndihmoj që të paguani një qendër Qendër për qunin. ku të çoni djalin. Po. Po terapi djali merr? Ja. Ai ka të nevojshme? Po shumë, shumë. Çfarë ju thot doktori? Doktore ku një pra ka nevojë për terapi. Mas me jenë mas 3. Asnjëherë si keni bërë terapi djalit? Jo. Dërë 19 vjetë qife, asnjëherë.